Le të presim atëherë interpretimin e gjykatës kushtetuese, se nuk është që po bëjmë ndonjë hajër që po vim këtu çdo 48 orë. Çka tash shihemi pas 48 orëve? Çka do të jetë tjetër? Sot siç e pat, seanca është filluar me një kërkesë për konsultim nga ana e kryesuesit të seancës, që në një dakordim të plotë, nëse ka në mes të grupeve parlamentare, në një shmangje të rregullores ose procedurës të paraparme rregullore, të dakordohemi që të takohemi më rrallë. Për arsye se 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat përderisa partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjegjësinë e tyre për zhbllokimin e punës së kuvendit. Edhe këtu sot dëgjuam deklarata në të cilën e para u akuzuam edhe një herë për shkelje, përkundrejt se ai ishte një propozim me dakordim i cili nuk u mbështet dhe nuk u realizua. Rrjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime, dhe e dyta që asnjë nga 3 partitë, të paktën ato që deklarohen, nuk e ka një qëndrim të njëjtë mbi mbarvajtjen e procesit në seancën konstituive. Siç e keni parë, grupi parlamentar i PDK-s ka kushtet e tyre mbi kërkesat, mbi gjithsesi propozimet tona. Kërkesat e tyre kanë të bëjnë që nuk duhet jetë asnjë nga anëtarët e kabinetit Kurti 2. Grupi parlamentar i LDK-s përkundrejt se japin përgjegjësinë dikujt tjetër, thonë nuk e votojnë asnjë nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, ndërsa grupi parlamentar i AK-s del me prezantime konkrete dhe sipas tyre janë 2 kandidatë që ata ne na sugjerojnë të i prezantojmë si kandidat për kryetar kuvendi. Prandaj, në këtë logjik, në cilin nuk ka as unitetin minimal ose dakordimin minimal midis 3 partive tjera, unifikuesja duhet jetë që të shkojmë secili grup parlamentar me propozimet që i ka. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje me propozimin e vet për kryetar dhe nënkryetar të parë të kuvendit, pastaj edhe grupi parlamentar i PDK-s dhe LDK-s me propozimet e tyre. Se sipas logjikës paraprakit të tyre, i bie që edhe ne mos t'ia votojmë Lidhjes Demokratike në kryetarin e kuvendit, përderisa ata nuk marrin pjesë në asnjë propozim të Lëvizjes Vetëvendosje. Do të thotë, ekziston, siç e kam thënë edhe para disa ditëve këtu, një situatë paradoksale mbi kërkesat e tyre për ne, por edhe mbi interpretimin e tyre për përgjegjësitë që i kanë. Për arsye se edhe ata, si të gjithë tjerët, janë deputet që duhet të marrin pjesë dhe të votojnë në seancë konstituive, gjë që nuk po e bëjnë. Të paktën çka mund të bëjnë minimalen është për procedurë të votojnë, por nuk po votojnë. Prandaj në këtë situatë jemi dhe ky ishte edhe propozimi i kryesuesit sot, cili siç e pat prap u refuzua nga ana atyre, të shohim se çfarë do të sjellin ditët në vijim në raport edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese për procesin e votimit, që tashmë gjykata ka dërguar informatën grupeve dhe deputetëve të kuvendit për lëndën. Le të presim atëherë interpretimin e gjykatës kushtetuese, se nuk është që po bëjmë ndonjë hajër që po vim këtu çdo 48 orë, përderisa ata nuk po lëvizin nga pozicioni i tyre i mos votimit. Sikur të merrnin pjesë në votim, edhe do mund ta kishin rrëzuar këtë pjesë. Për arsye se thash e kam përsëritur, 56 deputet janë për, 1 është kundër, dhe pjesa tjetër e deputetëve është më shumë se sa kjo pjesë e deputetëve që marrin pjesë në votim për komisionin për votim të msheft. Çka tash shihemi pas 48 orëve? Çka do të jetë tjetër? Nuk e kuptoj pyetjen për arsye se Glauko Njufca nuk është kandidat për kryetar të kuvendit. Ka qenë në vitin 2021, një herë në 2019, pastaj në vitin 2021. Nuk është kandidat kryetari i kuvendit deri tashmë Glauko Njufca.